Deputeti demokristian Mark Froku ka shanset që t'i nënshtrohet drejtësisë shqiptare dhe jo asaj belge, edhe për dyshimet e vrasjes së shtetasit Aleksandr Kurti në Bruksel. Kjo pasi pas shkresës me numër 2851 të nisur nga Interpoli, Belgjika ka deleguar një fascikull hetimor prej 2500 faqesh në adresë të deputetit Mark Froku dhe një shtetasi tjetër të bashkëakuzuar me të Arjan Bytycin. Materiali është përcjell në Ministrinë e Drejtësisë, e cila po e përkthen në mënyrë që të jetë në funksion të procedimit penal numër 2, të regjistruar nga Prokuroria e Përgjithshme për dyshimet e vrasjes me paramendim, të kryer në bashkëpunim. Në materialin e dërguar, shtetasi Mark Froku përshkruhet nga belgët edhe me 3 identitete të tjera, si Besnik Morina, Dritan Froku dhe Piro Sofrani. Prokuroria e Përgjithshme pohon për Top Channel se nëse hetimet dhe gjykimi përfundojnë para gjyqit që po zhvillohet me të njëjtin objekt themeli në Bruksel, atëherë sipas legjislacionit verdikti merr formë të prerë në vendin përkatës. Por duke parë se drejtësia shqiptare i zvarrit proceset, ajo që mbetet për tu parë është nëse do të jetë me të njëjtin ritëm gjyqësor apo jo, edhe për Mark Frokun. Nga ana tjetër të hënën, Frokut i komunikohet akuza për një dosje tjetër, në lidhje me çështjen Doshi, ndërsa organi akuzës e ka atë në hetim edhe për fshehje pasurie e pastrim parash. Të gjitha këto zhvillime që po ndodhin, deputeti Froku në arrest po e ndjek nga Spitali i Burgut për shkak të problemeve shëndetësore.